Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse vuani nga dhimbja në vesh, ja receta që do t'ju shpëtoj jetën. Infeksionet bakteriale dhe virale janë të zakonshme sidomos gjatë muajve të dimrit. Edhe pse fëmijët mund të bien prej e tyre mund të ndodhë edhe tek të rriturit. Këto infeksione mund të prekin zona të ndryshme të trupit. Shkaqet e infeksioneve në vesh janë mbi ndërtimi i dyllit në vesh, sindroma e alkoolit fetal, mungesa e vlerave ushqyese, defekte gjenetike, alergjit ushqimore, alergjit mjedisore. Mirëpo cilat janë shenjat dhe simptomat të infeksioneve të veshit? Dhimbja në vesh, dhimbje koke, ndjesi gricëse në vesh, lëngje të cilat rrjedhin nga veshët, temperaturë të lartë, përzierje të vjella, probleme me gjumin dhe përgjigje të varfra ndaj tingujve. Këto janë kurat herbale për infeksionin e veshit. Hudhra. Hudhra ka veti antimikrobale nga natyra dhe mund të japë veti çliruese të dhimbjes, të cilat ne do t'i rendisim si një nga kurat më të mira për infeksionet e veshëve. Jasni mund t'a përdorni. Merrni të paktën 2 deri në 3 thelpi hudhër të pagatuar. Zjeni 3 deri në 4 thelpi hudhër në ujë për 5 deri në 7 minuta dhe shtoni aty pak krip. Vendoseni këtë në një rrobë të pastër dhe vendoseni pranë zonës së veshit të infektuar. Përgatisni vaj hudhre. Gatuani 2 thelpi hudhër në 1 deri në 2 lugë gjelle vaj susami derisa të marrë ngjyrë të zezë. Kur vaji është pak i nxehtë, hidhni 2 deri në 3 pika vaj në zonën e infektuar. Borziloku. Indianët e pëlqenin kaq shumë borzilokun dhe vetit e tij, saqë e quanin borziloku i shenjtë. Përdoret për të kuruar infeksionet e vogla të veshëve dhe të çlirojë dhimbjen. Nxirreni lëngun e 4 deri në 5 gjetheve të borzilokut, duke i shtypur ato dhe aplikojeni këtë lëng direkt në veshin e infektuar. Mundohuni të shmangni lëngun që të hyjë në kanalin e veshit. Përgatisni vajin e borzilokut duke shtypur gjethe dhe duke e përzier me vajin e kokosit dhe fërkoheni butësisht. Më pas, zhytni një top pambuku në të dhe vendoseni përreth zonës së jashtme të veshit, preferohet 2 herë në ditë. Qepa. Qepa punon si një kurë natyrale e mrekullueshme për të trajtuar infeksionet e veshëve. Jasi duhet ta përdorni. Prisni një qep dhe vendoseni në një mikrovalë për disa minuta dhe shtoni disa pika likuid në zonën e infektuar. Uthulla e mollës. Uthulla e mollës punon si një kurë natyrale efektive për veshin e infektuar. Jasi duhet ta përdorni. Përzini sasi të barabarta të uthullës dhe ujit ose alkoolit dhe zhytni pak pambuk në këtë përbërje. Bllokoni veshin tuaj për 5 deri në 7 minuta. Më pas, hiqeni pambukun dhe shtrihuni në anën e kundërt. Për të hequr lëngun nga veshi, i cili mund të ketë shkuar në kanalin e veshit. Qepa është një nga perimet më të mira të nën tokës për shëndetin e njeriut. Përdorimet e saj në kura natyrale kundër një sërë sëmundjesh janë vërtet të panumërta. Atëherë, qepa përdoret edhe kundër dhimbjeve sepse përmban vajra eterik, acide dhe njëkohësisht minerale. Si të përgatisni kurën natyrale me qep kundër dhimbjes së veshit? Ne ju udhëzojmë që ju të vendosni në një tenxhere në zjarr dhe vendosni kapakun nga ana e sipërme. Mbi kapak ju duhet që të vendosni një qep dhe lëreni atë të ngrohet me avullin e ujit të nxehtë. Pasi qepa të jetë ngrohur mjaftueshëm, mbështilleni me një napë të pastër dhe vendoseni sa më pranë veshit që ju dhëmb. Mbajeni napën me qep për 30 minuta dhe qëndroni kështu shtrirë në një vend të qetë dhe pa zhurma. Infeksionet. Marrja e vazhdueshme e antibiotikëve, përdorimi i tepruar i kufjeve, dëgjimi i muzikës me volum të lartë,
Futja e ujit në vesh mundet që të na shkaktojë dhimbje të forta dhe pse jo, nga ato dhimbje të cilat janë të rrezikshme për shëndetin. Përpara se ju të gjeni shpëtim tek medikamentet, provoni disa trajtime natyrale në kushte shtëpie. Kompresa të ngrohta. Një mënyrë për të qetësuar dhimbjen e veshit është aplikimi i kompresave të ngrohta. Hudhër. Hudhra ka veti antibakteriale që lufton çdo burim të infeksionit në veshin tuaj. Ju mund të shtypni disa thelpi hudhër dhe t'i vendosni në një copë të pastër dhe me të mbuloni veshin. Rrini shtrirë për 20 deri në 30 minuta. Vaj i pemës së çajit. Një tjetër kurë natyrale është vaj i pemës së çajit. Fal vetive antibakteriale, antiseptike, antifungale dhe njëkohësisht antiinflamatore që luftojnë burimin e dhimbjes së veshit. Gjithashtu ju mundet që të përzjeni vajin e pemëve të çajit me vaj ulliri përpara se ju të hidhni disa pika në vesh. Lëngu i qepës është gjithashtu një kurë shumë e mirë kundër dhimbjeve të veshit. Ajo që duhet të bëni është thjesht të merrni lëngun nga zgjerrja e cipës së qepës dhe të hidhni disa pika në veshin tuaj të sëmur. Një tjetër zgjidhje e mundshme për dhimbjen e veshit është përdorimi i peroksidit të hidrogjenit. Hidhni disa pika ujë të distiluar në vesh dhe më pas disa minutave, anoni kokën në mënyrë që uji të dalë nga veshi. Siguroni që më pas të shpëlani veshin me ujë. Uthulla e mollës. Njësoj, siç e përmendëm, edhe me uthullën do të veproni njëkohësisht njësoj. Qëndroni në pozicionin shtrirë në anën e veshit të sëmur për disa minuta në mënyrë që të lejoni hudhrën të depërtoj thellë për të qetësuar çdo dhimbje. Dhimbjet dhe infeksionet e veshit janë shumë të përhapura veçanërisht tek të rriturit. Dhimbjet janë të forta dhe shpesh të papërballueshme për ta, duke penguar ushqyerjen dhe gjumin. Kripa e detit është një nga metodat më të mira natyrale për të trajtuar infeksionet në vesh. Për përgatitjen e këtij trajtimi juve do t'ju duhet një çorape pambuku e bardhë, një filxhan e gjysmë çaj krip deti të trash. Përgatitja: zgjidhni një çorape të pastër prej pambuku dhe me ngjyrë të bardhë. Mos përdorni çorape të tjera sepse ato munden që të përmbajnë një material i cili merr flak apo shkrihet si pasojë e nxehtësisë. Mbusheni çorapen me krip dhe lidheni fort në nyje. Kripa duhet që të jetë e trashë, në të kundërt do të derdhet nga çorapja. Vendoseni një tenxhere të vogël në zjarr mesatar dhe vendoseni çorapen të ngrohet për 4 deri në 6 minuta. Më pas, çorapen me krip vendoseni në veshin kudhëmb. Me çorapen e mbushur me krip, ju duhet që të mbuloni krejtësisht vrimën e veshit, por edhe pjesën e nofullës. Mbajini për pak kohë dhe derisa nxehtësia të zbehë dhimbjen. Kripa do të luftojë infeksionin dhe gjithashtu ajo do të përthith toksinat. Për më tepër, kripa e detit shërben si një antiseptik si për të rriturit ashtu edhe për fëmijët. Ajo është krejt natyrale dhe gjithashtu kushton pak dhe është shumë efikase dhe gjithashtu largon në dhimbje dhe infeksionin. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.